Policia njofton se në 24 orët e fundit, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit BC, 38 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtjeje. PD, 55 vjeç, po banues në Lushnjë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte një shtetas. Dhe FS, 42 vjeç, shtetas turk, por banues në Lushnjë, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me grushte shtetasit turq, FS dhe ES. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Divjak referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin LV, 45 vjeç, banues në fshatin Çerm me sipërme, pasi dyshohet se për motive të dobta ka goditur me mjet prerës shtetasin KK, i cili është dëmtuar lehtë. Gjithashtu specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin JB, 32 vjeç, banues në Lushnjë, klient në lokalin e shtetases BM, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi e vogël lëndë e dyshuar narkotike, kokainë. Nga verifikimet ka rezultuar se shtetasja BM kishte punësuar në mënyrë të palishme 4 shtetas. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin EK, 62 vjeç, banues në fshatin Kolonjë Lushnjë, pasi automjeti që drejtonte në gjendje të dehur është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin AL, 33 vjeç. Si pasojë u dëmtuan lehtë të dy drejtuesit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme.